apostujt, masandaj të tjerët do ndikin këtë duan. Okej, ishim me profeti që este edhe ai pindur ndaj ligjit dhe gjente kënaqësinë, Mojsiu i njojtur, emri i tij vërtet, gjente kënaqësinë ndaj. Dhe ati thot masandaj, ngjitu në malin Sinai, thot, mbas si u shfaqë palishmëria dhe idhujtaria masandaj poshtë në popullin e tij. Dhe era e dytë thot masandaj mori të dyja në dorë pllakat prej guri, atëre Jahue zbriti. Vëllazër, ati ka zbritur në rejnë dhe u ndal aty përpara tij. Dhe çfarë bëri? I shpalli emrin e Jahue. I shpalli. Ai emër nuk ishte do ta deklaroj, do ta shpall me gojën time. I shpalli autoritetin, sundimin, lavdinë, frikën e emrit të Jahue në zemrën e tij vetë për Moshe. Dhe çfarë bëri ata? Na i tregon ai, nuk është nevoja të flasi vllai gjëra që ndoshta ti thua, ja na tregon shkrimi. Dhe Jahue kaloi pranë tij dhe e thirrri, shko si thoati. Jahue Zoti i përjetshëm, i mëshirshëm, i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur me mirësi dhe besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz. Dhe thot masandaj më vonë për ata që zbatojnë urdhrimet e tij, po që fal thot padrejtsinë, shkeljet dhe mëkatin, po çfarë? Nuk le pa ndëshkuar fajtorin. Sepse thot viziton padrejtsinë e etërve mbi bijtë dhe bijave, të bijave thot, deri në brezën e tretë dhe të katërt. Shiko sa rëndësi ka vëlla motër, ecja tona. Çfarë neve po mbillim tani? Çfarë neve po miqsojmë, me kë po miqson, me kë po tërhiqesh vëlla motër? Që të thonë hajtë të bëjmë këtë sepse unë do bëj këtë. Ndjekin atin ata vëlla motër? Në miqësinë tënde, sepse i kemi në familje, unë i kam vetë. Kam plot dhe e dimë me çfarë tërhiqen, me palishmërinë, me padrejsinë, me shkeljen, me mëkatin. Tani ti do bashkohesh me ta me që kanë krijuar, çka kanë krijuar ata? Ti e di vëlla motër që kanë krijuar disa gjëra në zemrat e tyre. Apo jo? Kanë ngritur idhujt e tyre, siç neve ishim më përpara. Efezianë 2 na thon haprazi. Tani ne do ndjekim ata apo do veçohemi në nderim të gjakut të besëlidhjes së Mesias që ti duhet ta bësh, nëse se ke filluar ta bësh, duhet ta fillosh ta bësh që sot. Duke mos shkuar në palishmëri, në shkelje të ligjit, duke mos thënë ligj hoq se po ecën në paudhësi, në palishmëri. Dhe nuk miqson me ta. Ata do të miqsojnë me ty kur të ecin në urdhrimet e atij ligjit. Kjo do të ndodhi. Po pyeti një herë për atin tënd, për ecjen në këtë rast të ligjit të përsosur, ata persona që kemi në familje apo kushërina, kudo që të jetë. Nuk kemi dashuri për ta, po kemi dashuri për ta, por dashuria jone do t'i themi të vërtetën, që dhe ata çfarë të konvertohen dhe të heqin idhujt e tyre dhe të heqin ato gjërat e neveritshme nga fytyra e tyre, që dhe ata të shpëtohen duke marrë masandaj faljen e shkeljeve të ligjit të mëkatit nëpërmjet Mesias Jashuas. Përmendi një herë emrin e Krishtit. Përmendi një herë sjelljen apo sabatin apo gjëra të tilla. Masandaj do të kthejmë kundra. Ti e di atë gjë. Të ka ndodhur në jetën tënde. Të tërve na ka ndodhur. Më ndodh çdo ditë. Por ti duhet të kesh urtësinë që kur të ftojnë për të vazhduar, për të ngritur idhujt dhe në zemrën tënde, se bën Satani nëpërmjet tyre, ti duhet ta vetë, jo, më vjen keq sepse është urdhrimi i atit që unë nuk mund të miqsoj në atë mënyrë. Ti nuk duhet ta thuash në këtë mënyrë se vllai po thotë, por ti duhet të kesh urtësinë për t'i thënë që nuk më lejohet të marr pjesë sepse dua të nderoj atin tim. Do ta nderosh atin tënd vëlla motër? Do t'i thuash me gojën tënde? Apo do kesh turp, masandaj ke turp për atit? Dhe ati do ketë turp në atë ditë ndaj teje. Nëse neve kemi akoma turp për të thënë që të kujt jemi. Që zbaton sabatin, festat biblike, do kesh turp? Që do mash tekët në 4 cepat e rrobës tënde, do kesh turp ku del? Që për mua është gëzim kur i shikoj në vetja time, sepse e di i kujt jam. E di kush më ka thënë dhe është një kënaqësi në zemrën time sipas ligjit të Zotit. Siç kishte apostulli Shaul, siç e parkëm pak më përpara. Duhet të jetë kënaqësia jote apo jo? Duhet i bëj vetë dhe e di për kë po i bën.
Ndërkohë që janë për neve, thotë që kur t'i shikojmë të kujtohemi të gjitha urdhërimet e Atit dhe kështu sytë të tanë nuk shkojnë në paudhësi, në shturje, sepse me çfarë shturemi në fundit me idhujt vëlla motër që na tërheq Satani çdo ditë. Kjo është më se e kuptueshme, mua përfshirë, më tërheq, por përgjigja jonë si është? Kjo qëndron në jetën tënde. Praktika vëlla motër, jo deklarimi, jo gjërat masandaj që mund të themi me gojën tonë. Praktika në ligjin e përsosur, kështu nuk mëkaton. Në atë ligj është vendosur shenjtërimi për ty, është vendosur veçimi, ndarja nga çdo idhuj që të tjerë ngrej në zemrën e tyre, dhe nëse ka në zemrën tënde duhet i heqësh dhe nuk mison me ta, po mison në kishën e vërtetë, masandaj për të marrë veçimin, shenjtërimin, pastrimin, urtësinë, fuqinë, drejtimin në ligjin e përsosur të lirisë. Që është dritës në këmbën tonë, thot shkrimi, në shtegun tonë, Psalmi 119. Okej. Më falni. Dhe Jahue zbriti në rejnë aty ndalë pranë ti dhe shpalli emrin e Jahue, nga timit të tij, shpalli autoritetin, thot. Dhe masandaj tregoi ati karakterin e tij dhe thot masandaj që vëlla motër, mos e lejmë neve të vuajmë fëmijët tanë për mungesën e njohurisë të braktisjes së ligjit, thotë Ozea 4:6. E ke parë ndonjëherë Ozea 4:6? Sepse normal denominacionet i shikojnë këto vargje me të cituar masandaj, ja shikon, por vazhdojnë çik më poshtë, sepse nuk vazhdojmë në çik më poshtë në një njëjti varg për të ditur pse populli i tij vdiste për mungesën e njohurisë. Okej, e shikojmë së bashku. Pranon Biblën? Pranon shkrimin? Okej, ja ku keni ekran. Populli im vdes për mungesën e njohurisë, pse? Sepse thotë, fillimisht ke refuzuar njohjen. Dhe unë, thot ati, Jahue, do të refuzoj ty, thot, si shërbëtorin tim, thot. Por, individët që jemi neve. Përse? Sepse duke qenë se ke harruar ligjin e Zotit ten, thot. Dhe unë, thot, do të harroj bitë tu. Va motër, mere në zemrën tende, ke berë çfarë ke berë, ke misuar çfarë ke misuar. Jemi në ato ambiente. Mos i bëj mos merr pjesë me idhujtarinë e denominacioneve, me njerëz që deklarojnë masandaj hajde të ftojmë këtu, do ikim atje, të shkojmë këtu, do ulemi këtu, do bëjmë atë. Çfarë kërkon Ati prej teje, prej meje? Çfarë kërkon Ati, vëlla motër? Ja ta shikojmë. Çfarë kërkon Ati? Që fëmijët tanë mos harrohen, se kur harrohen prej Atit, do ti të harrohen fëmijët të tënd. Kjo është priftëria jonë, vëlla motër. Ne kemi një priftëri frymërore tani. Do ta kemi fizike kur Mesia të vinë 1 vjeçarin për ata që nuk e kanë hequr dhe refuzuar ligjin e Atit. Por tani e kemi frymërore. Shikoj goditjet në familjet tona, shikoj sëmundjet, shikoj paralizat në fëmijë, apo nuk flasin me gojë. Përse? Për shkak të brezave, për shkak të etërve tane që kanë ngritur idhujt dhe kanë vazhduar të mos marrin njohurinë e vërtetë, të mos e heqin ligjin. E kanë hequr. Kanë adhuruar idhujt siç ne vedimë në familjet tanë. Nuk do t'i nderojmë prindërit, të urdhrimet e Atit. Po t'i nderosh në kuptimin që nuk bashkohesh me idhujtarinë e tyre. Nderin mund t'ia bësh pa u bashkuar me praktikat e tyre. Nuk merr këshillë prej tyre, vëlla motër, që nuk janë në besim, duke ecur në ligjin e Atit, duke besuar tek Mesia e vërtetë. Psalmi 1 thotë, nuk marrin këshillë nga të pabesët, se ndryshe rrëzohesh në mëkat dhe masandaj Ati ngrihet kundra. Sepse ne thamë në zemrat tona që masandaj unë do ecë, unë të besoj, unë do bëj, unë i themi, po pastaj çfarë kërkon? Ja, shikojmë vargun, më fal. Çfarë kërkon Ati? Prej nesh. Që të mos harroj bitë tanë. Unë nuk dua që të harroj bitë e mi, vëlla motër. Kam 2 dhe janë të çmuar dhe fëmijët e tënd siç janë të mit. Por neve kemi detyrë, vëlla motër,
Se në momentin që ne refuzojmë ligjin e Tij, ai harron bitë tanë. Dhe sa lutem për popullin tim shqiptar, kudo që je, një do dëgjojë, nuk ka rëndësi. 2 do jenë me mua. Vetë mund të jem, nuk e di, lutem, por nuk do jem vetë, e di që nuk do jem vetë. Se ma dha të vizion para 7 vitësh. Ma dha që kush do jetë mbrapa meje në atë 1000 vjeçari. Nisë. Lutem atë që ti të bashkohesh. Sepse kohët e pa lishmërisë, pa udhësisë, ai ja na shkaloi dhe na thërret të gjithë në pendim. Të kthehemi në urdhrimet e Tij, të besojmë tek Mesia Jeshua që nuk hoqi urdhrimet ligjin e Tij. Sepse ati ty dhe mua na kërkon çfarë? Çfarë kërkon nga ti, thotë? Nga mua, nga ty. Jahu e Zoti tent, që the e Zoti tim. Okej, një deklarim apo do ta nderojmë duke pasur frikë nga ai, nga Jahu e Zoti tent, të ecim në rrugët e Tij, ta duam të shërbejmë, tash ku do të shërbesh vëlla motër? Do të shërbesh njerëzve përpara Atit, do të shërbejmë ndjenjave tona, situatës, presionit që na vendoset. Aty është testi i zemrës tënde, do Atin apo do doash njeriu më shumë se Atin? Aty është testi i zemrës tënde. Sepse neve testohemi me gjëra që kalojmë vëlla motër, nuk testohemi sepse do vi diçka që nuk e di. Ati teston me tërheqje që i ligu ben dhe thotë, dal ta shikoj, ku e ka zemrën ai apo ajo? Do eci me këshillën e të paveshëve, do vazhdoj të mbaj idhujt me ata të tjerët, sepse ne thamë që u penduam, u larguam, asandaj kthehemi prapë në atë tonën që ishim më përpara, të vjellën, thotë shkrimi. Jo, mos e bëj vëlla motër. Veçoju, le ta dinë të tjerët këti shërben, këti do, këti respekton për të mirën tënde dhe çfarë do të praktikosh që Ati na urdhëron. Urdhrimet dhe statutet e Tij që janë të përsosura. Te kërkon Ati prej meje prej teje. Nuk dijemi të. E pam vëlla motër, që është i njëjtë kontekst. Flet që duhet të ketë një trashëgimi që të eci në moralin e shëndoshë, duke mos harruar ligjin e Tij dhe Ati kështu në këtë rast nuk i harron bitë tanë, bitë e bive tanë, sepse do bëjnë të njëjtin gjë dhe ata do marrin përgjegjësinë që neve nuk kemi kontroll, por neve kemi kontroll për një diçka shumë të rëndësishme, shumë jetësore në jetën tonë, që të mësojmë urdhrimet e atij ligjit, rrugën fëmijëve tanë që kur ata të rriten të mos largohen prej rrugës së Atit Jahu dhe ata të kenë frikë prej Tij, do thotë të kenë nder. Po dhe të kemi çik frikë, është mirë të kemi frikë që të mos gjykohemi, sepse ajo është frika e mirë, që në masandaj na çon në pendim, na çon në mirësinë që të praktikojmë urdhrimet e atij ligjit. Sepse a nuk është për të mirën tonë? Është për të mirën tonë. Basta. Dhe mbasi Ati çfarë? I shpalli, i shfaqi karakterin, shenjtërimin e vet, lavdinë e vet, fuqinë e vet, urtësinë. Masandaj cili është përgjigje e Moshe? Dhe Moshe nxitoi shumë i zgjuar, nxitoi të përuleshe deri në tokë dhe adhuroi. Por di çfarë vëlla motër, neve nuk kemi hyrë akoma në këtë ambient, në këtë dimension. Që kur vjen frika Atit Jahue në zemrat tona, ne mbas themi mirë unë që pas kam ecur në palishmëri, në padrejtësi. O Ati im, të lutem më fal mëkatin, palishmërinë time. Dhe fillon masandaj të adhurosh me ecjen, jo vetëm duke vënë këngët që janë të nevojshme, por me ecjen fillimisht në Bibël, në fjalën që të jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e Jahut, siç na tha vetë Mesia Jeshua. Që citovi ligjin e përtrirët e 3, urdhrimet e Tij, ligjin e përsosur që Mesia mbajti lart fjalën e jetës, siç apostulli Shaul na thotë në Filipianëve 2. Pastaj tha, o Zot, në rast se kam gjetur hir, tash në rast thot, mbasi mbaroi
ajo meditimi i thellë në zemrën e tij, tha, në rast se, dhe kjo është e kushtëzuar për secilin prej nesh. Në rast se kam gjetur hir, dhe hiri ishte më përpara, jo në vepra 2, dhe me njerë largohemi nga gënjeshtra që hiri erdhi në vepra 2. Në rast se kam gjetur hir në sytë e tu, i tha Moshe atit, eja në mes nesh, heja në mes nesh o ati, heja në mesin tonë, në falë nga palishmëria o ati, heja në popullin tonë edhe njerë, heja o atë në Shqipëri, kur të jemi kthyer ndaj teje, heja dhe na bind fillimisht para se të vish dhe në me pranin tënde, që ne të marrim frikën e emrit tënd në zemrat tona, kushdo që do ta dëgjojë, që ne të kthehemi nga palishmëria, nga idhu që kemi krijuar në zemrat tona, dhe kështu do ecim në ligjshmërinë tënde, në drejtsinë tënde, dhe mund të adhurojmë që ti të vish dhe të bësh të mirën tënde, siç theu ati. Sepse ti je i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhemshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira, që fal pa drejtsinë, shkeljet dhe mëkatin, shkeljet e ligjit, i fal, por nuk le pa ndëshkuar fajtorin. Dhe viziton pa drejtsinë e etërve, mbi bijtë dhe mbi bijtë e bijeve deri në brezën e 3 të 4, po shpreh mëshirën për ata, për mira që të duan dhe zbatojnë urdhrimet tënde. Lutem që një vëllai motër të dalin nga palishmëria, nga mallkimi i etërve të tyre, që ti me të drejtë ke sjellën në atë familje, sepse janë larguar nga ligji tënd. Lutem të mos e mbas zemërimin tënd ndaj tyre, që të fillojë një cikël i ri, risia e jetës së re, në Mesian Jashuan, për të ecur në ligjin tënd, urdhrimet tënde, në bekimet që ti ke folur, në ligjin tënd të përsosur, siç e the Moshe dhe profetëve tanë. Në emër të Jashuas lutem. Amen. Pastaj Moshe tha, në rast se kam gjetur hir në sytë e tu, eja në mes nesh, sepse ky është një popull me qafë të fortë. Lutem atë kish mëshirë mbi popullin tonë me qafë të fortë, që nuk do të ecin në ligjin tënd. Na fal pa drejtsinë tonë o ati, mëkatin tonë, dhe na merr ne si trashëgiminë tënde o atë. Dhe Jahu e përgjigj, dhe unë po bëj një beslidhje, tha, do ta bëj përpara të gjithë popullit, në mrekulli, dhe e bën kur ne kthehemi, konvertohemi, heqim idhujt në Papa Gregorit, festave pagane. Do bëj mrekulli që nuk janë bërë kurrë mbi gjithë dheun, në asnjë kom tjetër. Në tërë popullin në mes të cilin ndodhesh, do të shikohë veprën time, thot Jahve, sepse është e frikshme ajo që do bëj me ty. Zbato atë që të urdhëroj sot, ja unë do të bëj përpara teje, Amorejtë, Kananejtë, Hitejtë, Perezejtë, Hivejtë, Jebusejtë. To ishin kombet përpara se të shkonin në tokën e premtuar. Ne kemi disa betejë para se të shkojmë në tokën e premtuar, Jeruzalemën e ri që po zbret nga qielli i tretë. Por është mirë që ne të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit, që ati të dëbojë armiqtë tanë përpara nesh, përpara familjes tonë, përpara fëmijëve tanë, përpara atyre që akoma po mbajnë peng nga altaret e ndryshme që ti i di, vlla motër. Çdo familje ka një altar aktiv të ligut. Çdo brez, puna është që kushdo ngrihet kundër atij altarit të ligut. Kjo është pyetja jonë. Kjo është pyetja ime. Kjo do të jetë pyetja jote, meditimin në zemrën tënde. Sepse unë e di që në familjen time ka altare të ligut që por nuk kam përparësi në jetën time, biles rrëzohen përpara në emër të Jashuas. Çdo ligësi dhe manipulim që dërgohet, çdo frymër që dërgohet kundra. Dhe kam provuar disa që mas andaj shkuan në doktori që kishte një altar dhe di dhe ishte nga krau i guras time në fakt, por dhe shkoj mas andaj që
Lutu për mua, tha. Lutu për mua. E tha në mënyrë indirekte, por normal që unë e kuptova. Sepse mos andaj doli që me hipertensione të tjera, me gjëra që po përjetonte, i fola disa gjëra, mos andaj, i bëra të kuptojnë që dhe se ka hequr prindrit e gruas time, që nuk jetojnë me. Por thash, nuk ndodh me mua, sepse unë tani u bashkova në beslidhje me te. Dhe më vjen keq që thash, ajo altar që ti shërben, nuk ka përparësi kundra çdo fuqie, urtësie, emër të fuqishëm të Mesias Jeshuas. Dhe mas andaj kur vajta vizitova në shtëpi, mas andaj thosh atij vëllai që lutem, nuk është me ne por. Thoshte vëlla mos ki merak këtë, thashun sepse ajo merret me magji thashun, por mos ki frikë. Dhe doli atje pasaj, po ja unë po lexoj Biblën, tha, ja unë po bëj këtë, po bëj atë. Nuk e di thash në zemrën time, megjithse mos andaj duhet provuar frutat në jetën e njeriu. Sepse kur jeni atë altar, kur një person vazhdon të fuqizohet për atij altarit dhe thërret frymërat dhe godet mos andaj me demonët që ajo priftëreshë dërgon kundra atyre të pambrojturve që nuk kanë gjakun e beslidhjes të Mesias duke ecur në urdhrimet e Atit, kështu nuk mëkaton dhe kështu nuk e ndot gjakun e beslidhjes. Ato frymëra mos andaj kur nuk je i mbrojtur, dërgohen. Por lutem Atit që ti të ngrihesh ta përdorësh emrin e Jeshua Mesias në situatën tënde, sepse ai emër është dhënë prej Atit Jahwe, prandaj themi Jeshua sepse Jah do thot Ati Jahwe, Shua do thot shpëtim. Dhe Ati ja dha atë emër. Që ne të çlirohemi, të shpëtohemi dhe në atë ditë, duke nderuar atë emër. Dhe po nderove atë emër me urdhrimet e Atit, nderon Atin që ka dhënë urdhrimet. Urdhrimet e ligjit të përsosur. Por me të dëgjuar ligjin e përsosur sot, mos andaj aktivizohen frymërat brenda teje. Përse vëlla motër? Flas për ju që po e dëgjoni online. A nuk duhet të trazoj zemrat tonë në frymën e shenjtë për t'i mbajtur, për t'i përulur Atit që na jep atij personit frymën e shenjtë dhe prandaj njihen nga frutat e mira. Kush e ka frymën e shenjtë zbaton urdhrimet e atij ligji. Të paktën mëson, fillon të veçohesh, por nuk do të marrë 2 muaj, 5 muaj për të u penduar nga një diçka që vllai mos ndoshta ka folur, ti e ke dëgjuar në mësimet e kaluara. Unë kur mora vesh që mëkati shkel e ligjit, fillova të dinja çfarë ishte ai ligji dhe fillova sabati, festat, urdhërimet, thekët për t'i vënë që janë gjërat që kemi të përditshme thekët. Ngrënien pastër e ke të përditshme. Janë shkruar në ligjin që ne mos futim parasite. Mos marrim sëmundjet prej atyre, sepse është ana morale që po e shkel ligjin duke mos i bindur urdhërimeve për ngrënien pastër dhe mos anë indirekt vijnë gjërat. Ruju, thot Ati, se mos besh në një aleancë me banorët e vendit në të cilën ke për të vajtur. Ruju vëlla motër. Mos hy në aleancë, në beslidhje, thot, në miqësi me banorët e vendit që nuk kanë urdhrimet atij ligji, thot. Sepse në atë vend ku ke për të vajtur, thot, ata nuk i mbajnë urdhrimet atij ligjit. Kanë idhujtarinë e tyre që kanë krijuar në zemrat e tyre, me qëllim që të mos jetë një grackë për ty. Nuk do Ati që ti dhe unë të vijem në grackë, apo të qortohemi që e bën për të mirën tonë gjende. Por thot ruju, thot, sepse të lajmëroj njerë, të vjen fjala, po ti gjende e bën, thot, me paramendim, se në fillim nuk e dinje, thot, ana shkalova të panjohuri, thot, në këtë rast ignorancën tonë heq Ati për momentin, në mëshirën e Tija. Por thot, tani të erdhi fjala, thot, të erdhi përgjegjësia, thot. Mos e bëj, thot, se do biesh në grackë, thot. Por duhet të rrëzosh altaret e tyre, thot, se optoj shtyllat e tyre të shenjta që i bëjnë ata, rrëzosh shëmbëltyrat e tyre që i varin, thot, ndoshta, siç e dim sot në për ndërtesat, njerëzit e vdekur dhe mos andaj putin. Ti, thot, me pak fjalë, duhet i rrëzosh të gjëra, thot. Ekspozoj të paktën me fjalë.
Po ka dhe njerëz masandaj që ati ka përdorur në Bibël që kanë rrëzuar këto altare, këto shtylla, ligësie, nuk do të veçuara për hyjninë e tyre. Sepse nuk do t'i përkulesh një zoti tjetër. Sepse Jahwe, emri të cilit është xhelozi, thot është një zot xhelos. Përse vëlla motër? Jemi në Eksodi 24, ja për ta vënë. Përse ati është xhelos na jesh? Sepse ti vëlla, në këtë rast në kuptimin e mirë, neve jemi pak xhelos për partnerët tanë, si një motër apo një vëlla që është në martesë. Sepse nuk duam që partneri të shkojë në këtë rast me një person tjetër, me një zot tjetër, me zotin ta them ose me atë zonjën apo ku ta diun. Sepse neve i duam dhe aty masandaj çfarë? Prishet beslidhja, hyn morali, masandaj nuk na pëlqen drejtësia ati që ka vendosur në zemrat tona. Ndirret në pan atë moment dhe thua ndale sepse nuk po respekton marrëdhënien martesore, dhe ati krijoi një marrëdhënie martesore këtu vëlla motër. Jemi në Eksodi 24 e beri që në Eksodi 19 që tha unë do t'ju marr si tha Moshe, si tha të lutem thot na merr si trashëgmin tënde dhe hyre në martesë këtuja në malin Sinai, sepse ishim me idhujt apo jo, pak më përpara në Egjipt. Dhe ne ishim në idhujt tonë, Efesianë 2 thot, ishim duke dhe para Korintas dhe besoj që thotë ishim duke shkuar në idhujt tanë që pagojnë thotë që apo jo. Prandaj ati thotë mos adhuro, mos praktiko, mos hyr në aleancë thotë me banorët e vendit me të cilën thotë ke për të vajtur. Ne jemi në banorët e vendit. Por puna është a do shkojmë neve në rrjedhën e atyre apo jo, apo do qëndrojnë të veçuar në familjen tonë, në familjen e kishës së vërtetë, dhe kush afrohet prej tyre, do marrë jetën e përjetshme. Sepse neve nuk do t'i përkulemi një zoti tjetër, sepse ati është xhelos dhe dënon padrejësitë tona dhe masandaj mban zemrimin mbi fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve. Shikoj vëlla motë çfarë neve kemi përjetuar në jetën tonë. Etrit tanë kanë ecur në palishmëri. Solli ati gjykimin mbi ta dhe shikon sa familjet vuajnë nga çdo lloj situate, sëmundje apo varfëria apo gjëra të tilla që ati nuk do për asnjërin prej tyre, se i krijovi në shëmbulltyrën e tij. Por duhet të kthehen urdhrimet e atij ligjit, besojnë tek Mesia, marrin faljen dhe ecin në mirësinë e Atit duke zbatuar urdhrimet e tij. Tani shikojeni në jetën tonë, çfarë kemi përjetuar për shkak të etërve tanë. Tani ata kanë një moral që do mbajnë përgjegjësi përpara Atit. Nuk, tash më thuaj ti në Hitleri nuk do gjykohet apo të tjerë që kanë vrarë, kanë prerë, kanë ecur në moralitet kundra grave të tyre që nuk i shikojnë apo kundra në këtë rast gratë kundra burrave. Nuk shikon ati ato gjëra që bën në fshehsi thot që do të gjykojë thotë në predikuesi 12. Çdo gjë të fshehur të mirë apo të keqe, por thotë tërësia e njeriu tash që të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit. Apo jo? Predikuesi 12. Ati do t'i gjykojë ata njerëz nëse nuk pendohen. Dhe nuk ka ndërmjetësim për të vdekurit me. Nuk është biblike, nuk ndërmjetëson për një person që tashmë ka vdekur, që vetëm shpirti i tij mbahet në këtë rast në Sheol, që do gjykohen atë ditë. Biles ata persona do ringjallen në trupin e tyre që kishin patur, dhe masandaj trupi dhe gjithë personi do hidhen në riqen e zjarrit, siç janë, sepse nuk kanë mbajtur urdhrimet e atij ligjit, nuk kanë besuar tek Mesia Jeshua. Sepse të tërë disa thot do ringjallen thot në përjetësinë, por disa do ringjallen masandaj dhe do shkojnë thot në liqen e zjarrit thot apostulli Shaul. Të dëgjojmë pra, vëlla motër, le të dëgjojmë pra, do me thënë mbi të gjitha, përfundimin e gjithë ligjëratës. Përfundimin. Çfarë ndodh në jetën e një personi? Ki frikën nga Zoti dhe respekto urdhrimet e tij.
Sepse çfarë? Kjo është tërësia e njeriut. Kjo është tërësia jote, vlla motër, për ne të miqësisë dhe për ju që po e dëgjoni. Në qoftë se arrit e këtu, ati Jahve të ndihmoftë dhe të bekoftë për të ecur në urdhrimet e tija. Që ti du ta bësh, nuk du ta bëj ati për ty dhe për mua, vlla motër. Du ta bëjmë neve. Ne du t'i respektojmë, t'i zbatojmë. Sepse kjo është tërësia jonë, kjo është detyra jonë primare, përfundimi i jetës, thotë. Sepse ati masandaj do verë të gjykojë çdo vepër dhe çdo gjë të fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Do ta bëjmë birin e tij. I dha pushtet të plotë. Jashua Mesian, po flasim emrin e tij të vërtetë. Se duke thënë emrin e tij të vërtetë që ishte hebre, e nderojmë atin. Ndërkohë sot si e kemi vendosur neve? Ja vllai po të ndihmon. Masandaj kemi atin Jahve, që është masandaj kthyer në këtë rast, si mund të themi, e kanë kthyer në titull. Okej. Masandaj kemi titullin e Zotit, që është kthyer në emër pagan. Më thuaj, vlla motër. Ndërkohë që mjafton, duhet kemi vetëm këto dy të parat, këtuja. Jahuen që nderon dhe nuk i jep një titull, sepse do ta nderosh me emrin e tij të vërtetë. Sepse kur të thrasin ty dhe mua që themi me emër të plotë, gëzohemi neve apo jo? Dhe ati gëzohet kur neve citojmë emrin e tij. Dhe nuk i themi o Zoti. Themi Zoti Jahve, por kur shkrimi thotë është Jahve, kur është Zoti ka vendosur atje. Zoti do thotë sunduesi, mbikëqyrësi në këtë rast. Gjykatësi është një titull. Kurios apo Theos të kene gjoni një. Në dhjetën e vjetër është Elohim. Ose Adonai. Adonai do thotë mjeshtri, sunduesi. Adonai tonë, Mesia Jeshua. Dhe ju e ka të titull, Adonai. Adon, mi thonë, Adon Mesia. Sepse shkëlqen. Adon, shkëlqen. Nuk e di pse më erdhi kjo, Adon. Adon do thotë Zoti. Por e heqim emrat pagane. Dhe mbajmë në këtë rast to që nuk janë kundër atit. Kaq. Zoti Jahve ose Zoti e dimë dhe e dim kujt po e shërbejmë, por ç'lidhje kemi ne me emrat të perëndimit të diellit, gjëra të tilla. Vazhdojmë. Ligje për 37. Do t'u vesh flakën shëmbëltyra të gëdhendurave të zotrave të tyre. Nuk do të çlirosh as arin, as argjendin që ndodhet mbi to, sepse ka shumë shëmbëltyra prej guri, prej allçie, prej druri, shenja, domethënë shenja e Hermesit të kryqit është prapë një shëmbëltyrë tjetër, dhe i zbukurojnë me armë argjend apo pemët apo gjëra të tilla. Ja, unë i vura këtu sepse pema pagane do t'i vënë çikarën që ka argjend, dhe kjo ka sot e kësaj dite në Amerikë që ka familje që trashëgojnë arin e argjendur që kanë vendosur mbi ato pemët dhe janë të familjes. Ndërkohë ti thotë nuk do ta marrësh për vete, thotë, se ndryshe bie në kurth, prap. Bie tha, si thati? Bie tha që të mos biesh në më fal, ishte fjala, tash një fjalë tjetër që nuk po më vjen. Nëse nuk po e gjej, ishte diku këtuja. Në Grackë, më duket se ishte apo jo. Po Grackë, ja, apo është, po. Të mos jetë një Grackë për ty. Të mos jetë një kurth për ty. E njëjta gjë. Çfarë ti thot? Mos i ndërto, do të vesh flakën, thot bile, po le të për të ndëtuar, por atyre pemëve që ke në adhurimin e diellit në 25 dhjetor. Veri flakën. Dha motë shqiptar, siç kemi vënë neve flakën vite më përpara. Le arë argjend që mund të jetë atje, merre dhe hiqet, hidhe fare. Sepse me atë armë argjend, mbi ato shëmbëltyra, mbi ato ikona, mbi ato gjëra që kanë atje, mbi ato shkopinj që i mbajnë në Romë për ari,
Për atë e kuraksin që mbajnë për ari, i qonë liqen e zjarit. Se bie në kurth, se është një gjë e vritshme përpara Jahve Zotit të Izraelit, dhe këtu ishte bestidhja që po bente me popullin e Izraelit. Nuk është Zoti në këtë rast Jahve i të terve. Por ai që ecën në urdhrimet e tij, beson tek Mesia që nuk anullovi ligjin, atëre është Zoti tënd. Fillon marrëdhënia, fillon besëlidhja që duhet të nderohet nga të dyja palët. Mos ndoshta ati nuk është besnik, i mungon në një gjë për ta nderuar besëlidhjen që ai thotë për ta bërë me neve, që ka bërë në gjakun e Mesias, jemi neve vëlla motër, që duhet të punojmë dhe t'i bëjmë gjërat. E nuk janë të rënda urdhrimet e tija, nuk është të rëndë për t'u veçuar vëlla motër. Unë sot e kësaj dite mendoj akoma për popullin tonë, kudo në diasporë që po e ndjek. Sot e kësaj dite mendoj, them, përse ka që vështirë për të hequr idhujt, për të zbatuar urdhrimet e atij ligjit, që në këtë rast apostulli gjente meditimin në ligjin e Zotit, Romakëve 7:22, shko shikoj vargun, që e cituam më pak më përpara. Mesia nuk e anullovi, se kështu ishte pa njolla, dhe unë mendoj, them, përse nuk ndjekim Mesian Jashuan e vërtetë? E dyta Thesalonikasve hynë me Romakëve 1, hynë brenda në ekuacionin tonë. Sepse ati ka dërguar shkënjimin e fortë në mendjet e tyre, sepse nuk janë bindur të vërtetës, nuk janë bindur urdhrimeve të tija. Dhe asandaj bindesh pa drejtësisë, thotë, pa lishmërisë. Jam lutur atit për që ta heqi në mëshirën e tija verbimin në shumë persona që i njoh. Dhe këto gjëra nuk do t'i futësh, thotë, në shtëpinë tënde, se janë një gjëra të neveritshme, thotë. Do t'i marrësh, do t'i flakësh tutje, hidhje, digji. Sepse do të dënohesh me shkatërim ashtu si ato gjëra. Tani vëlla motër më thuaj, miqësitë masandaj që kanë denominacionet apo të tjerët që kanë masandaj shëmbulltyrat që kanë ngritur të Marias apo shëmbulltyrat që shikon të ortodoksëve. Mos ndoshta është një gjë pëlqyer përpara atit, ndërkohë ati thotë që ato altare, ato tempujt e Balit duhet i rrezosh, thotë. Po kur nuk ka një qeveritar që të jetë si punë e Davidit apo kush ishte mbreti i masandaj që mori. Ishte dikush që ishte me Jehoshuan, që Zerubabeli mori dhe goditi masandaj të tërë altaret dhe i shkrumburoi që lutemi të atit të ngrej nga njeri, që nga qaftana masandaj, që nga Laçi dhe lutem, apo nuk ka një qeveritar që t'i heqë tërë ato altares nga Shqipëria dhe që të vi mirësia atit. Normal që njerëz do praktikojnë të tyren, por nuk lejon altarët të tillë të ketë një shëmbulltyrë të gëdhendur, që është një gjë e veritshme përpara atit Jahve. Shëmbulltyra të tillë, pa jetë, pa sy, pa veshë, pa frymën e to, të ndërtuara nga dora e njeriut, do shpëtoj jetën tënde, vëlla motër shqiptar, them, sepse lutem. Po ti do t'i uresh, do t'i kesh neveri plotësisht këto gjëra, sepse është një gjë e caktuar për t'u shkatëruar, por ruju thotë se mos andaj bashkohesh dhe ti do dënohesh me shkatërim si ato gjëra, thotë. Kurse ti thotë do t'i uresh, do t'i kesh plotësisht neveri, jo pak. Pak mos andaj le Satani pjesën tjetër dhe e merr dhe të tërheq vëlla motër. Mos përdori emocionet tënde, sepse emocionet nuk përbejnë drejtsinë e shkrimit, vëlla motër. Satani përdor emocionet, frika është një emocion. Ndjenjat e emocionet tona që unë dua filanin, por dua atin përpara se të duash dikë tjetër, sepse pa ai tjetri po ta dojë ose ajo po ta dojë atin, do jeni në një marrëdhënie të përsosur, se po adhuroni dhe po ecni dhe po nderoni me dashurinë e sinqertë, duke ecur ndrimet e atit, të dy së bashku,